Gazetari dhe analisti Milaim Zeka ka bërë deklarata të paprecedenta gjatë një interviste të tij ku ka sulmuar ashtë për televizionet në Shqipëri dhe Kosovë, formatet e debateve, moderator të njohur si dhe realitetin e prodhimit të vipave në mediat shqiptare. Sipas tij, ekrani është kthyer në një industri skandalesh dhe pasadash, larg çdo parimi etik dhe profesional. Qysh në fillim të intervistës, Zeka nënvizoi se televizioni në dy vendet shqiptare ka humbur çdo standard. Televizioni në Kosovë dhe Shqipëri është bërë një puro pornografi. Debatet televizive janë pornografi. Se nuk po e pyesin veten si ka mundësi që në këtë shoqëri gazetarët s'po munden me ndryshu asgjë. Sipas tij, formatet që promovohen sot nuk kanë asnjë rol informues apo ndërtues për publikun, por vetëm rrisin skandalet, konfliktet dhe shfaqjet pa përmbajtje. Zeka bëri një prej deklaratave më të forta, teksa foli për vipat dhe personazhet që marrin vend në ekran. Televizionet në Shqipëri dhe Kosovë prodhojnë vipa nga prostitutat, nga femra e meshkujt që kanë qenë të burgosur për hajni, për drogë, edhe këtu edhe në Perëndim. Njerëz që marrin pjesë te Big Brother, asnjë gazetar nuk merret me biografinë e tyre. Ai shpreh se media ka abdikuar totalisht nga detyra e saj për të filtruar personazhet që promovon, duke normalizuar modele që sipas tij nuk do të duhej të kishin hapësirë publike. Ndër deklaratat më të forta ishte ajo ndaj moderatorit të njohur në opinion Blendi Felziu. Zeka nuk urseu as pak fjalët. Nuk njoh moderator më mashtrues, më falso, më hajdut se Blendi Felziu. Ai ka bërë 2 emisione në opinion me 4 orë xhirime të mia të luftës dhe nuk ma ka përmend fare emrin. Kjo deklarat ka ndezur debatet në rrjetet sociale, duke qenë se Felziu rrallëherë përballet me akuza kaq personale dhe direkte nga kolegë të medias. Zeka foli edhe për marrëdhënien e tij me moderatoren Arbana Osmani dhe për ftesat e supozuara për të bërë pjesë e Big Brother. Unë i kam thënë Arbanës 10 milion euro me një ofru, unë nuk futem në Big Brother. Ai kujtoi edhe një episod familjar që sipas tij tregon perceptimin e familjes së tij për formatin. Vajza ime ka qenë 10 vjeç. E di çfarë i ka thënë Arbanës? Nëse hyn babi në Big Brother, unë e ndërroj mbiemrin. Sipas Zekës, ky është një argument se si një pjesë e publikut nuk e sheh këtë format si të denjë për figura të caktuara publike. Në vijim, gazetari u ndal te gjendja e përgjithshme e medias në Shqipëri dhe Kosovë. Ai theksoi se sipas tij fama është bërë shumë e lirë, ndërsa e vërteta është shtyrë drejt skajit të fundit. Sipas tij, show është vendosur mbi moralin, ekrani ka zë më të lartë se logjika, mungesa e transparencës është kthyer në standard. Publiku është i lodhur nga rrëmuja e informacionit dhe mungesa e filtrimit profesional. Po shkojmë drejt një realiteti ku mungesa e transparencës është bërë normë, jo përjashtim. Deklaratat e tij janë shpërndarë me shpejtësi në rrjet duke hapur debate të shumta. Disa e mbështesin duke thënë se artikuloi një të vërtetë që s'thuhet dot, të tjera akuzojnë për teprime, gjuhë të rëndë dhe sulme personale. Ndërkaq personat e përmendur, Blendi Felziu dhe Arbana Osmani, nuk kanë bërë ende një reagim publik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.